Një gjyqtare e gjykatës së shkallës së parë të Tiranës rrezikon të shkarkohet nga detyra pas hetimeve të nisura nga njësia Task Force në prokurorinë e kryeqytetit. Teuta Hoxha mësohet të jetë marrë në hetim pas një kallëzimi penal të bërë në organin e akuzës nga avokati Agron Bajri. Burime të besueshme pranë këtij institucioni thanë se Hoxha dyshohet se ka shpërdoruar detyrën gjatë gjykimit të një çështjeje pronash. Task Force ka dorëzuar dosjen në ngarkim të saj në prokurorinë e përgjithshme, ku kryeprokurori Adriatik Llalla do të njihet me të e do t'ja referojë më pas Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Sipas burimeve, Hoxha i ka njohur të drejtën e pronësisë së një sipërfaqeje trulli prej 4000 metra shkatror në periferi të kryeqytetit Dashamir Bathores, i dënuar afro 2 vite më parë nga Gjykata Penale e Tiranës për falsifikim dokumentesh për të njëjtin trull, ngjarje për të cilën u dënua me 3 vite burg edhe noteri Nezir Murati. Dashamir Bathore ishte dënuar në gjykatën civile për falsifikim në bashkëpunim, por pas përfundimit të gjyqit ai është drejtuar gjykatës së shkallës së parë për marrjen e pronësisë së trullit. Gjyqtarja Teuta Hoxha në vendimin e dhënë ka argumentuar se Bathoria duhet të njihet si pronar i trullit, edhe pse gjykata penale kishte dhënë vendimin e përparshëm duke i dënuar atë. Në shtator të vitit 2011, njësia Task Force e prokurorisë së Tiranës përfundoi hetimet nga noteri Nezir Murati, i cili në bashkëpunim edhe me 3 persona të tjerë, një prej të cilëve Dashamir Bathoria, falsifikoi dokumentat për 2 ngastrat e tokës në periferi të Tiranës, me një sipërfaqe prej 4000 hektar. Tokat ishin shitur nga njëri pronar dhe në rastin e dytë nga 2 pronarët e tjerë, duke falsifikuar dokumentat, sikur të pranishëm ishin të gjithë bashkëpronarët.